Qeveria shqiptare dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu e paraqitën sot marrëveshjen me Italinë për prodhimin e anijeve në kantierin e Pashalimanit si një hap historik në modernizimin e flotës detare. Por ish komandanti i forcës detare Artur Meçollari i ka nxjerr bllaf. Sipas Meçollarit, kantieri i Pashalimanit ka prodhuar anije ushtarake që prej vitit 2008 në bashkëpunim me kompaninë holandeze Damen, ndaj lajmi i sotëm se në Shqipëri do të prodhohen për herë të parë anije është një mashtrim publik. Ai thekson se qeveria po përjashton qëllimisht Damen për t'i hapur rrugë bashkëpunimit me italianët, ndonse 84% e flotës shqiptare është prodhimi holandezëve. Sipas tij, 4 anijet e tipit Stan Patrol 4207 të prodhuara nga Damen janë jashtë funksioni për shkak të mungesës së kontratës së mirëmbajtjes. Vetë Meçollari paralajmëron se kjo lëvizje rrezikon sigurinë detare dhe kthen forcën detare në viktimë të lojrave politike dhe diplomatike. I thoni Vëngut që kantieri i Pashalimanit ka prodhuar anije ushtarake nga 2008 deri 2014, po Vëngut i përgjigjet pyetjes kush do e bëj riparimin e 4 anijeve Stan Patrol 4207 të prodhimit Damen. Vëngu i përjashtoi holandezët dhe përfshiu italianët. Anija që nxori Djerama në video, P131 Iliria, ka 5 vjet, nuk i ndiset asnjë llampë në kroskot dhe del vetëm për ndonjë foto në radhë të Durrësit. Edhe P132 Orikut, që i bëri ca riparime në Turqi kur ishte me mision, do t'ja shohin historinë më pas. Nuk bën dot fjati riparimin e Bencit. Tani i fut dhe merr edhe ca vjetërsira nga Italia, anije 35 vjeçare që Italia i ka nxjerr nga shërbimi, shkruan ai. Në vend të modernizimit, Shqipëria rrezikon të marrë skrap nga depot e Italisë. Në vend të zhvillimit teknologjik, Pashalimani po përdoret për fasad politike. Sipas Meçollarit, nuk bëhet politik partijake me jetët e njerëzve. Në çdo doktrinë detare shkruhet aktiviteti detar është aktivitet me risk të lartë. E ka edhe kodin detar të shkruar. Forca detare i ka argumentuar Ministrisë së Mbrojtjes përse duhet të lidhur kontrata e mirëmbajtjes dhe kantierit detar të Pashalimanit me Damen, sepse 84% e investimit kapital në anijet forcës detare është prodhim Damen. Për këtë arsye, në prill 2019, kryeministri Rama i premtoi pronarit kompanisë në zyrën e tij isha prezent kthimin e Damen. Nuk ndryshon politika shtetërore se doni ju dhe Rama të balanconi raportet e prishura personale ndërkombëtare, shton ai.